Shkojmë shohim tani dhe të dëgjojmë disa prej futbollistëve të ekipit kombëtar në opinionet e tyre, që gjithsesi Bora ka një lloj keqardhi. Keqardhja kam përshtypjen lidhet me gjithë ata tifozë që e mbështeten skuadrën kombëtare. Por do të shkojmë menjëherë të dëgjojmë opinionet e dy prej futbollistëve të kombëtares, pikërisht Lorik Canës dhe Erion Bogdanit, direkt pas ndeshjes. E shohim dhe sërish në studio. Okej, pas pak. Pjesa parë ishte më dop, nuk mund të them që është dop, sepse kur luan me Francën edhe kundërshtari sulmon dhe ka topin dhe krijon, sigurisht që nuk mund të them që kemi luajtur dop, sepse dihet se kur dojnë ata kanë kualitet më lart se ne, por ato gjëra që mund t'i kishim evituar disa gabime, fatkeqësisht i paguajtëm shumë shtrejt. Paguajtëm shumë shtrejt sepse golin e parë mund ta evitoshim. Golin e dytë ishte komplet një gabim kur humbëm topin mes fushë dhe u përqat gjithë ekipi, gabime që s'pakti nuk duhen të arritin. Mandej fatkeqësisht ne mund të kishim kthyer pa të meritën që patëm një rast fantastik, dy raste për të kthyer në lojë me Salin, me Agollin. Nuk patëm fat dhe u pjesë dytë u futëm me një dëshirë të madhe, siç e kemi pjesë parë, por me disa rregullime të skuadrës, mundohem që të ngrejmë besimin dhe të luajmë se s'kemi asgjë për të humbur. Edhe s'pakti të luajmë njerëz që të krijohen, sepse mund të humbim, por kur humbim që japim gjithçka, besoj që njerëz mund të dalim me kokën lart. Ervini mu afrua dhe më tha, "Di Lorik që është një ndeshje e veçantë për ty dhe nëse pranon duhet ta ofroja shëriti për këtë ndeshje." Dhe unë e pranova dhe mundova që ta nderoj, sigurisht dihet që në të ardhmen do e mbaj, shpresoj me vite gjatë, por ma ka bën një nder dhe munduar që ta shpërblen në fushë. E nisem pak si të frikshëm ndeshjen, për arsye sepse thash, më parë kishim Francën, një ekip shumë i mirë, me lojtarë që lozin me ekipet më të mira në Europë, dhe them që mund të them se vetë si lojë, pavarësisht domethënë si lojë, pjesën e parë domethënë e luajtën ato mirë, pjesën e dytë domethënë mund ta barazonin ndeshjen. Megjithatë unë them domethënë që pjesën e parë pavarësisht domethënë nga loja e tyre, unë them që dy raste kishin ato pjesën e parë, dy raste të pastra kishin dhe ne domethënë me anë të Salir ose me atë gjyqjen e Hansit që portieri atyre e pritin. Presoj domethënë që të rikuperohemi sa më mirë dhe ta fitojmë pak të ndeshjen me Luksemburgun. Vazhdojmë të jemi në skaner, ndoqëm dy prej futbollistëve të kombëtares, do të ndjekim të tjerë pak më vonë. Absolutisht të tjerë, sepse kanë folur të tjerë, por nisem me Lorik Canën dhe Erion Bogdanin, më të janë disa prej futbollistëve të tjerë. Zoti Shyti, pavarësisht humbjes, Shqipëria po i rrit apo jo kvotat e besimit, le të themi, tek publiku?